Në programin ton është bashkuar sot një grua shumë e fortë, me një histori jete që do të ishte një shembull frymëzimi dhe motivimi, shprese, force, kuraje për çdo që është duke kaluar një moment të vështirë me shëndetin e saj. Një luftë që ka nisur për Blerina Kalthin në vitin 2021 dhe që sot, fatmirësisht, është një betejë e fituar për të me sëmundjen e keqe. Blerina është 38 vjeçe, nënë e 2 fëmijëve, është një gruaj që ka luftuar jo një herë, po 4 herë me kancerin dhe e ka mundur atë, ka dalë fituese. Kështu që prandaj e sollëm këtë histori për ju, për një histori frymëzimi për çdo vajzë, gruaj që është duke patur këtë betejë me këtë sëmundje. Dhe për shumë të tjerë që janë përballur me këtë sfidë. Jo të gjithë e kalojnë emocionalisht të fortë këtë përballje, kështu që ka nevojë për frymëzim, ka nevojë për mbështetje nga familja, nga miqt, nga njerëzit. Në fundit, në këtë moment e duken dhe njerëzit se sa afër janë me ne. Mirë se erdhe Blerina, kënaqësi dhe faleminderit shumë që vjen të ndash historinë tënde frymëzuese në rrezën tonë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Vetëm pak ditë më parë, pak kohë më parë, ke zhvilluar dhe një panair apo jo për një pasion dhe talent tëndin që ti pikërisht e ke zbuluar në ato momentet e errta të tua. Po, e vërtet. Talenti i punimeve, artit me pika. Blerina punon shumë mirë në punet e dorës, handmade, ka bërë këtë periudhë shumë punime të tilla me grep, edhe me shtiza, apo jo? Jo, shtizat nuk i përdor, grepin, thurin me gjelbër dhe qendisjen. Okej. Do të flasim më pas për këtë pjesë, këtë pasion tëndin në zbuluar kohët e fundit. Ishte një pasion i fshehur, por që donte pak... Grepin e praktikoj që fëmijë. Na e kam mësuar mami, si besoj shumë vajzave të brezit tim, mami, traditat e familjes, dërsa me artin me pika jam njohur vetëm një vit e pak, në kohët e fundit dhe pas ka qenë vërtet një pasion që nuk e dija që e kisha. Duhet të ndodhte diçka e keqe që të zbuloje dhe këtë pasion. Duhet shkunte diçka për ta njohur. E përmonda, i përballur 4 herë me kancerin. Më trego pak se si kuptove, si ka nisur historia jote e betejës në luftë me kancerin. Unë jam diagnostikuar në vitin 2021 nga një dhimbje shumë e lehtë, kontroll rutinë e gjirit. Si ndjeve, kishe një dhimbje? Një dhimbje shumë e lehtë. Zgjaste apo një jo, herë ishte diçka shumë kalimtare, nëse nuk do t'i vija re në ato momente, mbase edhe do kalonte pa u diagnostikuar, por i bëja rregullisht kontrollet dhe kjo më çoi në një diagnostikim të kancerit të gjirit. Pra, vetëm pak vite më parë, ti ishte ai momenti i parë në të cilën ti u përballe me tumorin në gjip. Si veprove më pas? Si ka qenë ajo rruga e strapacimeve, sakrificave, e dorëzimeve, ngritjeve, e forcave? Rruga ka qenë shumë e vështirë, patjetër. Momenti i parë diagnostikimit ishte një shok për mua, një shok për familjen time, pasi historia ishte e përsëritur dhe vazhdoi një procedurë sipas protokolleve të doktorëve me diagnostikime, kimioterapi, operime, ndërhyrje të një pas njëshme, pasi sëmundja u përhap her pas here edhe në pjesë të tjera të trupit. Dhe ishte një periudhë pothuajse 3 vjeçare, një luftë e vazhdueshme, e pandalshme. Jo e vazhdueshme, por e pandalshme. Bërë disa ndërhyrje? Kam bërë disa ndërhyrje dhe një transplant, pasi sëmundja kaloi dhe në gjak dhe kam bërë një transplant të gjakut dhe të palës në Turqi. Në të 3 vitet e luftës tënde me betejën, sigurisht që bashkë me këtë luftë kishe edhe luftën tjetër që duhet kujdeseshe për fëmijët, sepse janë në adoleshencë apo jo. Si e pritën ata këtë lajm, si e përballuan në fakt situatën tënde? Çdo fëmijë që ka frikën për nënën, besoj, nuk ishte as pak e lehtë. Frika në sytë e tyre ishte goxha e dukshme dhe ndoshta e pashprehur me fjalë, po e shprehur në gjeste, në sjellje, në syt kur të shikonin. Ka qenë e vështirë, por falë Zotit besoj që e kanë përballuar, e kemi përballuar mirë, aq sa mund të themi mirë në situatat të tilla që ndodhin. Të 3 vitet ishin
të mbushura me kimioterapi dhe me ndërhyrje kirurgjikale, apo jo? Ti ke përballuar 4 kancera të ndryshëm në trup. Po, në 4 metastaza. Të cilat paralelisht me operacionin vazhdoje edhe... Kam bërë 28 seanca kimioterapie. 28 seanca. Kimioterapie dhe 3 ndërhyrje. Si i përballove efektet anësore të kimioterapive, sepse të gjithë e dinë se sa të vështira janë efektet. Efektet anësore vazhdojnë dhe sot, dhe është një betejë akoma dhe më fort rikuperimi, sepse çdo gjë ka ndryshuar, nuk ka qenë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, momente që nuk ngrihesh dot, nuk arrin të përballosh as nevojat tuaja, nuk je për askënd dhe për asgjë, ka qenë shumë e vështirë, por Zoti ka dashur që edhe të ngrihemi dhe të marrim forcë tek jeta, tek fëmijët, prindrit, Kë kishe afër teje? Kush të mbajti dorën ato momente që ti ishe dorëzuar dhe nuk dije se çfarë po ndodhte më tej dhe çfarë do të ndodhte më tutje? Falë Zotit, kam pasur shumë njerëz pranë vetes. Të gjithë familjarët tanë kanë qenë pranë meje dhe kam pasur një mbështetje shumë të madhe, por dashuria më e madhe janë fëmijët. Janë ato motivimi, forca që ti jepni për të dashuria më e madhe janë fëmijët që të ngrejnë edhe kur rrëzohesh. Edhe 2 prindrit patjetër që ata janë burimi i forcës pashtershme, them unë. Herojtë e heshtur të jetës time janë 2 prindrit e mi. Brina, pak më parë the që diagnoza apo diagnostikimi i tumorit në gjik kur ti bëre kontrollin e parë rasi bombë në familjen tënde sepse ishte një histori e përsëritur. Pra edhe familjarët të tjerë janë të prekur ose kanë kaluar këtë gjendje? Unë kam humbur vllai nga kanceri në kokë në vitin 2012. Në moshën 28 vjeç. Kemi humbur për një periudhë shumë të shkurtër. Diagnostikimi ishte agresiv? Ishte agresiv. Ishte shumë agresiv dhe diagnostikimi dhe humbja e jetës ndodhi në një periudhë shumë të shkurtër. Dhe kjo ishte betejë e parë e humbur në familjen tonë dhe ishte shok për të gjithë. Ishte një rrëzim shumë i madh. Ishte vllai vetëm në familje? I vetëm, po. Në 2 fëmijë ishte. Unë edhe vllai. Dhe kjo sigurisht që ishte e frikshme që të mendoje kjo gjë po rikthehet në familje. Ishte e frikshme ta mendoje që po rikthehet sepse automatikisht ne e lidhim me humbjen. Dhe ishte shumë e vështirë, por ka pasur shumë momente që jemi dorëzuar. Kam menduar dorëzohem, nuk doja dal dot. Por kam gjetur edhe atë forcën, thash për fëmijët. Kur shikon ata sy që kanë nevojë për ty, prindrit që duan dorën tënde, patjetër edhe jetën tënde sepse ke dashuri dhe don ta jetosh. Mbi gjithë është besimi në Zot, ai që të mban të fortë. Sa vjeç janë fëmijët sot? Unë kam vajzën maturante dhe kam djalin në klasë të 8, po. Mësojnë si janë me mësime? Janë shumë mirë. Falë Zotit janë shumë mirë. Janë mirë me mësime, janë fëmijë të mbarë. Zoti më ka falur 2 fëmijë të mbarë. Që janë gjithmonë pranë meje. Është akoma një arsye shumë e madhe që ti të ngrihesh, ti je fort dhe ti je tashmë fituese. Tani fituese një betejë kaq të vështirë që ti ke kaluar, aq më tepër për një tumor agresiv që kishte për hapje, siç e thënë, në organe të tjera. Ke arritur të bësh edhe një transplant të gjakut, që ajo është patjetër një vështirësi dhe një betejë më vete. Është vërtet. Ndërkohë, sigurisht, mjekët çfarë thon tani për gjendjen tënde? Kontrollet i ke vazhduar? Tani jam mirë, kontrollet e vazhdueshme, falë Zotit, unë jam pas një masë në trup dhe pa kancer aktiv, vazhdoj me terapi, rikuperim, qelizat janë... Ka një rrugë që është, ka një goxha rrugë të mirë, rikuperimi, sepse po, por falë Zotit, unë jam e pastër dhe e shëruar. Sigurisht, ti jeton në Laç apo jo? Ke shtëpinë tënde, private, në natyrën. Dhe po më thoshe që nuk më pëlqen fare zhurma. Jo, nuk e dua Tiranën as pak. Jo vetëm Tiranën, as një qytet të zhurmshëm, nuk e kam dashur kurrë. Më pëlqen natyra, më pëlqen mali. Ndjem shumë mirë me atë shtëpinë time
private të vogël në fshat. Në fshat është afër qytetit, shumë afër, lagje qytetit, por është shtëpi private. Po sigurisht të ka ndihmuar, apo jo? Ka ndihmuar shumë. Natyra për të kaluar dhe natyra na ndihmon gjithmonë. Na ndihmon që nga mënyra e jetesës si jetojmë, emocionet që përjetojmë, ajrin që thithim, çdo gjë unë e lidh shumë me natyrën. E admiroj natyrën. Pas gjithë kësaj sfide që ti ke kaluar dhe po rikuperosh dhe po e kalon, çfarë të ka mësuar? Dhe njeriu kur kalon sfida të tilla të mëdha në jetë, merr mësime, e shikon veten ndryshe, e shikon jetën ndryshe, mundohet të sillet ndryshe. Je një njeri tjetër. Është një njeri tjetër. Unë them që një njeri që përballet me kancer është i ndryshon edhe ADN-ja. Janë dy jetë, një para dhe një pas. Çdo gjë shikohet ndryshe. Që nga, nuk di çfarë them, gjëja më e vogël në përditshmëri. Të mëson të jesh mirënjohëse edhe kur zgjohesh mëngjes, edhe kur ulesh në darkë, edhe kur pi një kafe shumë të thjeshtë, të gëzohesh dhe të falenderosh për çdo moment që jeton, ta përjetosh momentin. Unë them që si ti ishte i fundit, sepse unë them që jeta ka vetëm një ditë dhe ajo është sot dhe tani. E ndjeshmja ka ikur, e nesërmja askush nuk e din, do më mendoj që nuk vjen kur, sepse gjithmonë është një nesër, dhe të mëson të kesh më shumë dashuri për jetën, për njerëzit, më shumë mirënjohje, më shumë respekt, të duash veten më shumë, është dhe kjo, është një rikthim shumë i madh që të bën tek vetja, të duash veten dhe të ndjekësh dhe pasionet tua. Edhe pasionet tua, të cilat ti rastësisht i zbulove pikërisht në atë vitin e vështirë. Në ato kohërat e vështira emocionale. Dhe vazhdova të merrem me to, të kujdesem për pasionet e mia dhe për veten time. Filloj dhe shkollën, pasi nuk e kisha bërë. Dhe është diçka që të rikthen shumë tek vetja. Pra, gjatë rikuperimit i kuptove që duhet të shohësh më shumë brenda vetes tënde. Ta takosh veten, se ti ishte një vete humbur. Është një, po unë mendoj që rutina e jetës na bën që ta humbasim veten shpesh herë. Dhe të mos e duam. Unë them që duhet ta neglizhojmë, se për të dashur ndoshta të gjithë e duam. Kjo, në këtë mënyrë, patjetër që të gjithë e duam, por nuk kujdesemi shumë për veten, e neglizhojmë nga shëndeti, nga ajo që të bën të lumtur, sepse jeta unë them ka marrë një vrapim shumë të madh. Dhe ky vrapi po na mohon gjëra që vërtet kanë rëndësi dhe vlerë në jetë. Po ja që u zbuloha në momente kaq të vështira dhe delikate për shëndetin. Është vërtet, por nuk duhet të presim këto momente për të kthyer në fakt. Dhe duhet të bëjmë më shumë, të kujdesemi më shumë për momentet ato që ne përjetojmë. Ajo që ne vërtet themun kemi pasuri është ajo që ne ndjejmë dhe përjetojmë në momentet tona të jetës. Është absolutisht shëndeti ynë, fizik, shëndeti fizik, emocional, shpirtëror. Mua më pëlqen shumë të lidh të treja bashkë, sepse ato kombinohen, bëjnë një lidhje shumë bukur me njëra tjetrën. Duhet të jesh emocionalisht i shëndetshëm, psikologjikisht i shëndetshëm dhe fizikisht patjetër i shëndetshëm. Çfarë ti thonte Blerina, Blerinës së 2021-shit? Në ditët e sotme. Ishte një Blerin tjetër, kjo është një Blerin e re, rilindur, me pasionet e saj, me fort, me guximshme, me kujdesshme. Do të thoya të mos kishte frikë e para, të mos kishte frikë të përballonte jetën ashtu si i vinte, dhe do të thoya që në jetë ne nuk kemi asgjë në dorë çfarë na vjen. Kemi vetëm mënyrën se si ne i qasim jetës. Nëse ne i qasim jetës me një dashuri, me një pozitivitet dhe me një kurajo, me një guxim, jeta bëhet më e lehtë dhe më e bukur. Me drejtë. Dhe çdo betejë kalohet. Kalohet duke pasur guximin të jesh vetja në çdo moment. Po historia e Blerinës nuk përfundon këtu, sepse përveç se humbjes së vllajit dhe përballjes 4 herë me kancerin në trupin e saj, transplantit të gjakut që ke bërë, vështirësive rikuperimit, të gjithë ato që janë duke kaluar, e din se sa të vështira dhe sa sakrifica dhe sa të mundimshme janë për ty dhe për familjen dhe për familjarët këto situata. Ndërkohë edhe nëna jote po përballet me këtë sëmundje apo jo? Në 2024 është diagnostikuar dhe mami me kancerin e gjirit. Është në mesin e betejës, por është një gruaje guximshme, e fortë,
dhe besoj që do t'ja dalim më së miri. Urojmë dhe shpresojmë që ta kaloj dhe ajo këtë gjendje. E ke afër nënën, kujdesesh kam dot për të? shumë afër, patjetër. Ne jemi shumë afër me njëra tjetrën, kujdesemi për njëra tjetrën, jo vetëm unë për atë, por edhe ajo për mua, sepse gjithmonë kemi nevojë për nënën sado. Absolutisht. Edhe për babajin, gjithashtu, se pak papallarit i lëm pasdore në këto gjëra, por i kam shumë afër. Që jemi çdo ditë, kujdesemi për njëri tjetrin dhe keni njëra tjetrën edhe sigurisht jepni kurajë njëra tjetrës për ta kaluar. Nuk është e lehtë për një nën që ka përballuar. Ajo është emocionalisht e fortë, e lexon te sytë e saj atë frikën që mund të ketë për këtë sëmundje. Ajo nuk e ka frikë as pak sëmundjen. Nuk e ka frikë as pak sepse një nën që është përballur tek fëmijët e saj me këtë sëmundje nuk ka as pak frikë. Dhe ajo përballon shumë më mirë se që kam përballuar unë. Dhe bën sikur s'është asgjë dhe besoj që do ja dali. Do ja dalë më së miri. Është në gjysmën e kimoterapive? Është në gjysmën e rrugtimit, e terapive që do duhet të bëj. Ju vini në Tiranë për ta shoqëruar dhe për të qëndruar kur ka kontrollet dhe kur ka terapitë e saj, unë e shoqëroj vetë, shkojmë bashkë të dyja, ajo më shoqëron mua, unë shoqëroj atë. Me njëra tjetrën. Me njëra tjetrën. Ndërkohë, si është dita juaj? Me çfarë je duke u marrë tani? Si e kalon ditën, Blerina? Dita ime është, s'pari është vetja ime, që të dëgjoj mëngjes në atë natyrën time dhe të kem pak atë qetësinë e mëngjesit. Është një kohë që ja vetes. Unë punoj në qendrën lumturodhimin, që është me fëmijët e spektrit autist. Ju mësoj artin me pika 2 herë në javë. Marr shumë pjesë në për trajnime për artizanatin, trajnime të zhvillimit personal. Dita ime është goxha e ngjeshur, nga njëherë frustrojmë pak me vetëm, se të mblerin pak më avash. Janë punimet e pasionet e mia, po ai vrapi që më rrëmben, edhe pse mundohem shumë që mos të më rrëmbej, por ja që më rrëmben dhe mua sërish. Kam shumë, por bëj shumë punime, sepse më pëlqen të merrem me to, është momenti im i qetësisë, i relaksit, i meditimit, aty gjej veten. Dhe pikërisht, këtë art ti e ke konkluduar më pas në një panair që ke organizuar me miq dhe mikeshat e tua, të cilat po panairin një mikeshe imja, mund t'ja them emrin? Patjetër që po. Adelina Pali, e bëri të mundur. Ishte panairi im i parë me disa nga punimet e mia, me miq, me të njohur. Unë shkoj në disa panaire kur organizohem, por ky ishte i pari që ishte i imi, domethënë. Po ke një art të veçantë që nuk është shumë i njohur në Shqipëri, arti me pika. Arti me pika është shumë i veçantë. Është goxha. Si të lindi kjo ide? Po kishe parë ose si? Kursin e artit me pika ma ka dhuruar një mikeshe imja, quhet Aurora Buba. Ajo i përkrash shumë femrat që kanë kaluar vështirësi për të bërë një profesion apo për të pasur, madje si një kurs që unë të relaksohem pak me veten. Kur e kam bërë për herë të parë, kam menduar që unë nuk është shumë i veçantë, por është edhe shumë i vështirë. Kam thënë që nuk ka shans që unë të mësoj këtë lloj arti, por duke e bërë hap pas hapi, unë më pëlqej shumë dhe u kthye në pasionin tim. Unë mendoj që ka qenë aty dhe thjesht është gjetur koha e përshtatur për gjetur unë artin dhe arti mua. Nga arti ty. Ndërkohë nga pasion është kthyer në profesion, do ta vazhdosh këtë pjesë. Po, është kthyer në profesion, unë bëj dhe format e allësisë, të cilat i bëj të gjitha vetë, që nga përgatitja, tharja, lyerja, pikturimi, meqërinë artizanal që janë. Jep edhe forma vetë të gjithave, po, çdo formë që është aty janë të bëra nga unë me dorë. Formoj qerin, të cilat dhe ata i bëjnë në mënyrë organike, dhe jam shumë e përkushtuar tek gjërat organike bio, dhe i bëj me dyll të rrepës, me dyll të bletës, bëj buqeta me qerin. Në çdo gjë që vjen bëhet nga dora, ndërsa arti me pika është vërtet momenti më... është krijimtari, është diçka ndryshe, është vërtet një art shumë i thellë, që mua më pëlqen shumë të pikturoj. Ndërkohë, do ta vazhdosh për të organizuar edhe një tjetër panair, a një tepër këto panaire organizohen për artizanatët, për punimet e dorës. Ka shumë panaire qoftë edhe të grepit, që janë shumë të bukura, dhe nuk po e dalloja që kjo ishte një punim duket kaq i bukur, kaq fin i punuar nga Blerina. Kjo është një çantë. Sa bukur që ke punuar, të lumshin duart. Shumë faleminderit.
Bukur fort. Vajza e ka marrë në qikë, je ke mësuar? Jo. Që të trashëgoj nëna, apo jo, gjyshja, të cilat punonin edhe... Mua mami dhe gjyshja, pa tjetër. Më nështë trashëgimi... A ne ka zonë atona e bënë shumë në në tona grepin. Dërsa vajza ime, jo, nuk e do fare, nuk i pëlqet. Janë punimet të cilat... I më shoh edhe po vlerësojnë pak më shumë në ditët e sotme, apo jo? Vlerësojnë deri diku, ka edhe që nuk... Në fakt, unë grepin e lidh me familjen. Për mua të pësh grep është të rikthesh tek rënja, tek fëmijëria, tek dashuria që diku... Dashuria është prapë, por ajo... Familja e bashkuar me madhe, është një kthim të rënjët, besoj, dhe e lidh shumë me familjen. Ke një faqe ku ti i poston punimet e tua? Po, kam një faqe, është faqe Art me Dashuri. Art me Dashuri në Instagram. Pse jo, shikuesit që na ndjekin, ta klikojnë në Instagram të shohin punimet të tjera fantastike të Atje të gjithë punimet e mia, pjesë nga përditshmëria ime, kam një komunitet që më ndjesh, grash, vajzash që pëthuaj se tashme jemi bërë si familje. Edhe kjo është një nga qëllimet që unë e kam bërë shumë publike historinë time, sepse mendoj që në kohë të vështira duhet japim dorën njëra tjetrës. Absolutisht, për të qenë bashkë, për të dhënë forcë, për të marrë një dorë. Thjesht për të qenë aty për njëra tjetrën. Dhe kjo është gjëja që mund të, më e madhe që mund t'i kushtosh një njeriu, është koha dhe t'jesh aty për të, duke i mbajt dorën që të ecin së bashku. Absolutisht, shumë e vërtet. Por në situata të tilla, Blerina, të gjithë e dim që kush është përballur me një betejë të tillë me kancerin, një nga momentet më të vështira edhe më sfiduese është dhe ana financiare, apo jo? Si e ke përballuar atë 3 vjeçar me trajtime, kurime, kimioterapi, ushqime, se terapia edhe përfshin edhe anën ushqimore që duhet jetë shumë e kujdesshme për ty. Kam pas mbështetjen e familjes. Mbështetja më e madhe kanë qenë patjetër 2 prindrit e mi, që kanë bërë çdo gjë për t'ia dalë. Kam pasur mbështetjen e familjarëve, kam pasur mbështetjen edhe të njerëzve të tjerë, të cilët janë ofruar për të na mbështetur. Ka qenë goxha e vështirë. Dhe nuk është as pak turp të themi që kjo smundje sjell edhe vështirësitë financiare dhe nuk është as pak ulje që të kërkojmë edhe ndihmë. Dhe të silem, sepse kjo të përball me shumë gjëra pastaj, të përball me shoqërinë ku jemi rritur, me mentalitetin të cilin kemi, me mënyrën se si ofrohet apo kërkohet ndihma. Është një çështje goxha, është shumë që duhet prekur edhe duhet të mos gjykohet apo bullizohet, të mos bullizohet, po të mos duhet jepet një zë më shoqëror, të jemi pak më human. Sepse çdo kujt mund t'i ndodhi, të gjithëve na ndodh, dhe nuk është as pak, si ta them, diçka jo e mirë. Është diçka që të kërkosh ndihmë, mendoj që është hapi i parë i shërimit. Absolutisht. Ta shprehesh atë. Po, ta shprehesh. Je përballur përderisa i përmend, je përballur me këto forma të ka pasur shumë forma, patjetër. Nuk është vetëm ana financiare që mund të gjykosh. Ne gjykojmë që nga paraqitja e një pacienti që është me kancer. Ne gjykojmë që nga momenti që mund të kërkosh, nuk është se jam përballur vetë personalisht me këtë që të kërkoj një punë dhe të shikojmë si një pacient me kancer, por kam dëgjuar shumë që momentin që ti je diagnostikuar me kancer, njerëzit tremben të marrin në punë. Të shikojnë së pari kur e marrin vesh që je me kancer, të shikojnë nëse ke humbur flokët, nëse i shëndoshur, nëse po ecën, nëse s'po ecën. Nëse kërkon ndihmë, është një shoqëri që duhet jemi jo kaq shumë sipërfaqësore, por të jemi pak më e thellë. Jam përballur edhe unë patjetër me shumë situata, por dominon, me thënë të drejtën, në historinë time ka dominuar më shumë e mira, më ka rrethuar më shumë mirësia se paragjykimet. Ure dhe shpresoj që të kalohet rikuperimi sa më shpejt, si që je rikthyer në punë, si që je rikthyer në pasionet e tua, dhe uroj dhe shpresoj që edhe nëna të ketë të njëjtën rrugë si ti, të kaloni sa më lehtë kësaj sëmundje të vështirë me cilën po përballeni. Ju falenderoj për ftesën. Të shkuar dhe faleminderit që erdhe në Rezedielli. Shëndet. Pa ashtu forcë, kurajo, guxim edhe për gjitha gratë dhe vajzave që janë duke u përballur me këtë sëmundje të rëndë, për cilën duhet folur gjithmonë, vetëm kur janë data dhe ditë të caktuara. Një mesazh të shkurtër për pikërisht këtë kategori?
Unë mendoj që duhet flitet çdo ditë. Mbështetja duhet jetë më konkrete dhe më e pranishme. Një mesazh që kam për të gjitha, uroj që të jenë sa më pak ata që do e dëgjojnë. Do ju thoja që të besojnë fort, të mos e humbin guximin dhe dashurinë brenda vetes dhe unë kam një shprehje që them asnjë errësirë nuk e ndalon diellin të shkëlqejë sërish në mëngjes. Bukur fort. Faleminderit Blerina. Faleminderit ju. Faleminderit dhe juve. Kalofshi bukur ditën e sotme. Shihemi nesër.